Avokat, do vi prapë të ty, po doja një opinion edhe nga zotja Libeaj për atë që pam ditën e djeshme. Para nuk mund të mos moj faktin që nota qesharake ka marrë kjo çështje. Cila çështje? I gjitha. Pari, të bëj një saktësim edhe për avokatin, i cili është pjesë e Partisë Demokratike, ka bërë zgjedhjen e vet. Unë nuk jam larguar në mënyrë të detyruar nga Partia Demokratike në mënyrë të vullnetshme. Kjo përbën një dallim të madh, diferencë të madhe. Dhe sigurisht që ka një diferencë me avokatin, sepse avokati është brenda, unë jam jashtë tashmë, edhe ndoshta jam edhe pak edhe më i shkarkuar, po themi nga përgjegjësitë publike. Po, ndoshta. Okej. Dhe pse ka qenë e vullnetshme ta nisë këtu diskutimin, sepse unë e pash që në atë kohë, ndoshta edhe më herët, që në përfundim të një kalvari të madh, lufte, betejë, deri dhe me hunj, në përgjyqje, vula, logo e tjerë, që për mua nga ana ime të paktën kishte si opinion që Partia Demokratike të ishte demokratike, të kishte garë, të kishte rregulla, të kishte institucione, kishte qarkullim të elitave e meradh, ky ka qenë synimi imi të paktën, nuk marr përsipër të tjerëve, që nga i moment kur e pash që po ajo parti në ato mënyra se si ra përsëri në duart e, nëse ka qenë larg ndonjëherë në duart e Sali Berishës, pushoi si qeni së ekzistuar një parti politike. Ajo sot nuk është një parti politike. Është një obor privat i Sali Berishës, ku rregulla nuk ka, statut nuk ka, me qëra fjala të paktën nga 11 maj i vitit kaluar, ky që sot pretendon të jetë kryetari i partisë dhe që do të rizgjidhet kryetari i partisë, nuk është kryetari i partisë me rregullat e statutit të miratuara prej atij. Që kanë bërë vetë. Pikërisht pra, të miratuar prej tij, pra shiko se sa qesharake është situata. Dhe më lejo shumë pak ta shoh në dy aspekte. Në aspektin e këtij që do të zgjidhet kryetar partije, e do rizgjidhet me sa duket kryetar partije, dhe nga ana tjetër e atyre duke futur dhe avokatin, edhe zotin Saliani që pretendojnë të zgjidhet, besoj edhe kryetar partije. Nga ana e zotit Sali Berisha. Po e shoh me interes vetëm për një gjë, në aspektin studimor. Autokratizmi pas ka dhe një fazë të avancuar të vetën, që është kalbëzimi deri në qesharakëzim.